Të dashur kolegë dhe miq, me gëzim të madh dhe emocion të thellë ju uroj mirëseardhjen të gjithëve, veçanërisht studentëve të vitit të parë në familjen akademike të Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës, këtu në Kolegjin Universitar Logos. Sot shënon jo vetëm fillimin e një viti të ri akademik, por edhe fillimin e një udhëtim dije, zbulimi dhe transformimi. Atyre që prej jush që bashkohen me ne për herë të parë, urime dhe suksese dhe për zgjedhjen e rëndësishme që keni bërë. Të jeni pjesë e komunitetit të gjallë akademik, ku teologjia takon kulturën, ku tradita ha sfidat bashkëore dhe ku besimi dhe arsyeja punojnë krah për krah. Me mbështetjen e profesorëve tuaj dhe entuziazmin e rinisë, jam i bindur se do të rriteni jo vetëm në njohuri, por edhe në shpirt dhe karakter. Studentëve tanë që janë në vazhdim të studimeve, u shpreh urimet e mia të sinqerta për gjithçka që keni arritur deri më tani. Ju inkurajoj të vazhdoni studimet tuaja me të njëjtën dashuri për të mësuar, me kuriozitet, me mendim kritik dhe me një shpirt të lirë dhe krijues. Kujtoni fjalët e mençura të Shën Vasilit të Madh. Ashtu si bletët nuk vizitojnë çdo lule në të njëjtën mënyrë, as nuk përpiqen të marrin me vete të gjithë ata që gjejnë, po marrin atë që është e dobishme dhe lënë pjesë si tjetër. Kështu duhet të qaseni studimeve tuaja. Kërkoni jo vetëm informacion, por edhe formësimin e personalitetit dhe botkuptimit tuaj. Dhe studentëve tanë të vitit të fundit, që po i afrojnë përfundimit të studimeve të tyre universitare, ju uroj çdo sukses në rrugën që kanë përpara. Njohuritë dhe përvojat që keni fituar këtu ju udhëzojnë me karrierat tuaja të ardhshme dhe ju urojnë që t'i përdorni ato për të mirën e shoqërisë, për parimin e dijes dhe shërbimin e të tjerëve. Departamenti ju nuk është vetëm një vend mësimi, është një komunitet. Këtu dialogu lulëzon, shkëmben ide, eksplorojnë tradita dhe pyetjet mirëpritin, po për këtej kësaj është dhe një vend formimit shpirtëror. Jeta në kampusin ton i vendosur brenda manastirit të shenjtë të Shëmbllashit ju afron përvojën unike të jetuarit dhe të studiuarit në mjedis të formësuar nga lutja, adhurimi dhe jeta liturgjikale. Pjesëmarrja në liturgji, ritmi i përditshëm i kishës dhe jeta shpirtërore e manastirit nuk është thjesht një plotësues e studimeve tuaja, është pjesë e vetë edukimit tuaj teologjik. Ju ndihmon të përballeni me traditën e gjallë të ortodoksisë, jo vetëm intelektualisht, por edhe ekzistencialisht, me zemrën, shpirtin dhe jetën tuaj të përditshme. Ndërsa nisim së bashku vitin e ri akademik, ju ftoj të gjithëve të jetoni atë plotësisht, të studioni thellë, të pyesni me guxim, të ndërtoni miqësi, të përfshiheni në jetën e kampusit ton dhe të zbuloni gëzimin që vjen nga të mësuarit dhe rritja së bashku, si nga ana akademike, ashtu dhe nga ana shpirtërore. Uroj që ky vit të jetë i frytshëm, rritje dhe suksesi për secilin prej jush. Mirë se vini dhe le të ecim së bashku në rrugën tonë. Faleminderit. Georgios Gajtanos, drejtuesi i Departamentit të Teologjisë dhe Kulturës.